Dibër, Skënderbeu thiri dhe bëri shumë bledhje me pleqt. Dhe më parë nga të gjitha, u pa dhe u shqyrtua me kujdesin më të madh, çështja se mos kish mbetur i fshehur në vend, dhe një nga të përbetuarit e Mojsiut, dhe se mos kish lënë Dibrani të padukshëm, dhe një gjumë të pabesisëve. E kjo punë nuk u shërshit vetëm heshtasi, por u shpall edhe sheshit me anë të tellallit, dhe u caktua shpërblime shumë të mëdha për denonciuesit. Megjithatë, asnjë shenjë, jo vetëm pabesie, por as dyshimi sugjet. Atëherë, ai u shprehu Dibranëve falënderimet dhe i lavdëroi si duhej për besnikërinë e tyre, cilën u ashtoi edhe më tepër me zotime dhe bujarinë e vet të shënuar. Pasuria e Mojsiut u konfiskua dhe i kaloi arkës së shtetit. Të tjerët, që kishin dezertuar bashkë me të, nuk kishin fort të dëgjuar nga gjendja. Prandaj, edhe pasuria e tyre ishte më e pak se sa duhej për t'u kushtuar një vëmendje nga ana e shtetit. Rrogat që qenë caktuar me kohë përpara Mojsiut nga kastrioti, u konsideruan pas rebelimit të tij të konfiskuara dhe u ndan ndërmjet privatëve. Sa për pozitën e tij, ajo nuk i kaloi asnjëriu dhe si u dha kujt, por mbeti e pazënt dhe e suprimor. Pasi u sigurua punët e Dibranëve, u caktua atje një roje shumë më e fortë. Hyrën në kruj. Atje gjetën Tanushin bashkë me ushtrinë, të cilën ai ia dorëzoi Skënderbeut, dhe pastaj u largua me shtëpi fort i pikëlluar, e gati si për dhunë. Kur arriti atje, lotë të reja u derdhën e zia u përtërit. Ndërsa malli për muzakën, i zuri njerëzit edhe më keq. Mamica, pasi thiri, si pas zakonit të gjindit, shumë zonja, e nderoi varimin e burrit me një kohë të gjatë në zi e lotë që s'pushonit as dit as natë. Të vjetërit e kanë quajtur këtë nenia, dhe më të vërtet, ata kanë patur zakon gjatë vajtimit të përmendesh një vetëm trimërit dhe veprat e shquara të të dyërit, por edhe trimëria e tërve dhe gjithë kujtimet e stërgjyshërve dhe lavdët e lashtë të familjes. Ky zakon ka qenë dikur aq fort në përdorim nga shumë popull të lindjes, ta që merreshin për këtë detyrë me rrogë gra të mësuar, të cilët i nxirrnin lodhët me këngët dhe gjeset e përvajshme. Por tani, si shumë gjëra të tjera, kanë dalë pak nga pak përdorimin edhe vetlëm. Skënderbeu, pasi lëshoi ushtrinë, vendosi të dërgonte tek mbreti, me qëllim që të njoftonte fatkeqësinë e tij dhe të paligjin Apulianët, që kishin mbetur gjallë nga Kërdia bashkë me të deleguar të vet. Meti nisur këta, shkoi me një herë në Muzaken, tek e motra, me qëllim që u jepte fund lotëve dhe të kujdesi për mbretërinë në ata gjendje i gëllimi dhe rinjëje shpirtërore. Si mbrojtësi i nipërve dhe kujdestar i pasurisë, u caktua Tanushi, i cili qeverisi punët e tyre për tërë kohën në një besnikëri dhe kujdes të atill, i cili do kryetar familje, edhe ai më i zellshëm, mund ta tregonte më të madh. Titulli dhe nderi i mbretërimit mbeti në dorë të nënës. Kjo tregoi maturi dhe shkatësi të atij, qeverimi dhe përzemërsia të popullit, aq zorë se ka qenë dikur më i madh në atë vend, bashkimi i të nënshtruarve, bindja e turmas së papërmbledhur, i që ndodh shumë rrallë. Megjithatë, mendja e ndritur e kësaj gruaje mund të admirohet sidomos për faktin se Skënderbeu përdori atë shpesh si shoqe me të cilën këshilloi për punët e vet. Sa për burr tjetër dhe martesë të dytë, si ja deshi zemra dhe kus kërkot, e një ndershmëri dhe pastërti të shënuar, nderoi ajo burrin e ndyer gjerë në vdekje, dhe jo vetëm për karakterin e vet për natyrë të përmbajtur dhe të qëndrueshëm, por edhe për arsye, ndoshta se humbja Muzakës i dukej kësaj gruaje mendje lartë, pa zëvendësueshme. Me të vërtet, që të heshtë për vitrytet e veçanta të burrave të cilët ja vuri mjaft mirë, në dukje fundi i tij i ndritur. Ai ishte i pajisur me ca zakone aq të pëlqyeshme dhe me një karakter aq të ëmbël, që askush s'mund të hynte në zemër më lehtë dhe më mirë njerëzve.
Bukuria pastaj që është një pamje e veçantë, grave, dhe i shije fytyrës dhe trupit. Ishte në harmoni dhe përshtatje të plotë me stolitë e tjera të shpirtit.